Rruga panoramike e Shirokës, një investim strategjik me rëndësi të veçantë për zhvillimin rajonal që do të krijojë një lidhje të re mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, është tashmë drejt përfundimit. Ky projekt pritet të përmirësojë ndjeshëm qarkullimin rrugor dhe të forcojë lidhjet ndërkufitare, duke i dhënë një impuls të ri zhvillimit ekonomik dhe turistik të zonës. Si pjesë e mozaikut të investimeve infrastrukturore në bregun perëndimor të liçenit të Shkodrës, ky segment rrugor e kthen qytetin e Shkodrës në një pikë të rëndësishme referimi dhe në një kryeqendër të rajonit, duke rritur rolin e tij si nyje lidhëse me zonave turistike dhe tregjeve përreth. Kryeministri Edi Rama ndau pamje nga kantieri i punimeve, duke theksuar se rruga ndodhet në fazën përfundimtare dhe se shumë shpejt do të jetë i aksesueshëm për qytetarët dhe vizitorët. Pamjet tregojnë një aks modern me standarde të përmirësuara sigurie dhe me një panoramë tërheqëse përgjatë liçenit. Përveç ndikimit të drejt në përmirësimin e aksesit dhe të infrastrukturës për komunitetet lokale, rruga panoramike e Shirokës pritet të japë një shtysë të ndjeshme për zhvillimin e turizmit, duke krijuar më shumë mundësi për investime në shërbime, bujtina dhe aktivitete rekreative në zonë. Rruga që ka gjatësi totale prej 6.5 kilometrash, ku 4.5 kilometrat e para përbëjnë zgjerimin dhe rehabilitimin e rrugës ekzistuese Buz-Liçeni të Shkodrës, ndërsa pjesa tjetër është ndërtim i ri që garanton qarkullimin më të sigurt dhe të shpejtë. Së bashku me bypassin në qendrin e fshatit Zogaj, rruga panoramike e Shirokës përbën një segment kyç për lehtësimin e trafikut dhe shmangjen e bllokimeve, duke kthyer fshatin Zogaj në një korridor të rëndësishëm turistik dhe ekonomik me ndikim pozitiv afatgjat për rreth gjithë zonës.